Thënie nga Mahatma Gandhi. Gandhi ishte politikan, filozof dhe avokat. Konsiderohet një ndër figurat më të shquara të historisë politikës dhe humanizmit njerëzor. Citojmë disa prej thënieve të tij. Besoj në një Zot të vetëm e gjithashtu edhe në një njerëzim të vetëm. Sa më tolerant jetë njeriu ndaj vetes, aq më i palumtur është. Heshtja është pjesë e disiplinës shpirtërore të idhtarëve të së vërtetës. E dua dhe respektoj shumë Jezu Krishtin, por nuk jam i krishter. Do të bësha sikur të shija një të krishter të silej si ai. Po të mos kisha ndjenjën e humorit, do të isha vetë vrarë shumë kohë më parë. Dhuna ndan kafshët nga njerëzit. Nuk duhet humbur besimit e njerëzimit. Njerëzimi është një oqean. Nëse disa pika të oqeanit janë të pista, nuk bëhet pis i gjithë oqeani. Jam optimist, jo nga që e mira po triumfon, por nga që besoj se e mira do të triumfojë. Pse të ndryshojmë botën, kur mund të ndryshojmë vetën tonë? Sa më shumë njeriu nje vetën, aq më shumë përparon. Asnjë kulturë nuk mund të mbijetojë nëse pretendon të jetë e vetmja. Feja nuk përhapet duke e shpallur, por duke e jetuar. Kotë kërkon, ai që dëshiron gjethen e haron rënjën. Një ligj i padrejtë e bën shtetin të padrejtë. Shpirti i feve është vetëm një, ndonëse përmban një mori formash. Forca e brendshme rritet me lutje. Çdo e keqe vjen nga mendje madhësia. Janë gjëra të vogla që të lënë pa frymë. Gjelozia nuk ka nevojë për arsye. Fetë janë si rrugët e ndryshme që bashkohen në të njëjtën pikë. Pak rëndësi ka në secilën rrugë ndërmerr, rëndësi ka të mbërrish në të njëjtin vend.